Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtu poshtë fillojna hadithin e 11 tek 40 hadithet e Imam Neveviut që i ka përmbledh, dhe arritëm tek hadithi e 11. Atyre 10 haditheve që na kanë kalu me një përshkrim, me një zbërthim të shkurt të vogël, po ja bojna haditheve që mos me zgjat shumë derisa të na kryhen këto 40 hadithe. Dhe hadithi e 11 më radh muna me titullu, ajo që kanë nxjerrët prej hadithit, muna me titullu me fjalën lërët të dyshimten edhe qasjo asaj që është e sigurt. Lërët të dyshimten edhe qasjo të sigurtës. Muna kështu me titullu këtë hadith. Hadithi vjen prej nipit pejgamberit alayhis salam, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, nipit të pejgamberit alayhis salam. E për këtë nipin e pejgamberit alayhis salam, nashta inshallah herën tjetër nëse është kismet, ose herën radhës që të vjen me fjalë, do të flasmi pak fjalë për nipin e pejgamberit alayhis salam. Ndërsa ky është transmetuesi i hadithit. Edhe ka qenë kur ka ndru jetë pejgamberi alayhis salam, nipi i pejgamberit alayhis salam, ky Hasani, ka qenë i ri. Ka qenë djali i Aliut radhiyallahu anhuma. Edhe ky thotë se hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dama yuribuka ila ma la yuribuk. E kam mësu prej pejgamberit alayhis salam, e kam mbajt mend diçka prej pejgamberit alayhis salam. Nipi pejgamberit po thotë, kam mbajt mend diçka une prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka kem mbajt mend? Tha, kam mbajt mend që pejgamberi kur tha lëri të dyshimten e qasju asoj shka ti je i sigurt. Këtë hadith, këtë thonjet pejgamberit alayhis salam e ka mbajtur mend nipi pejgamberit alayhis salam, dhe këtë hadith e ka transmetu Imam Tirmidhiu, Nesaiu, dhe Imam Tirmidhiu në saksinë e këtij hadithit ka thonë se hadithi është hasanun sahih, i mirë. Neveviu në Majmu' është një libër Majmu' ka të vëllime, dhe më thonë edhe në Majmu' ka thonë se është hasan. Hasan, shkencën e hadithit, i thujnë i mirë. Çka i vjen i mirë? I mirë i vjen që ky hadith tamam puna punohet me këtë hadith. Kështu thuhet. Edhe pse dikush ka bon fjalë rreth këtij hadithi. Me rëndësi. E çka u kuptoi ka ky hadith? Lëret të dyshimten e qasju asaj çka është e sigurt. Sa hadith me pak fjalë, por shumë i rëndësishëm. Sikur muslimanët e sotit dhe të tjerët, sikur punojshin me këtë hadith, që milon sene të dyshimta, me punu veç me ato çka janë të sigurta, atë sëmije do të heste edhe jeta si jetë në tokë. Po shumë probleme që ka ndodhin vetë se kemi dyshime. Sikur para 2 vite këgjelar, kur u sulmu atje Iraki, edhe thanë se në kanë ardhë, kemi mendime, jo të bindje, se atje ka orë mbërthamore. E sulmotën edhe shkatrëtën. Tani në fund thanë, jo, e kish me pasmot dalase, jes kish paspos orë mbërthamore. E me pasponu veç me shtë hadith, dyshimtën, ja të ka orë, le dyshimtën, merë të sigurtën, atëherë, deri sot a kishin vërtetua, s'kish me ndodhë, kjo të loshe shka ndodhë atëherë. Ndërsa, Imam Al-Manawi, në librin Faidul Qadir, kur e ka zbërthy këtë hadith, ka thonë, lej ato gjëra që ti dëshën, a janë të mira, a janë të këqija. E ke një sen për para, nuk e din që ky sen është i mirë, as është i mirë. Donë me bo një vepër, nuk e din që është e mirë, as është e mirë. Apo, thot ky imam,
apo ti dyshon, a është halal apo haram çaj send? Një vepër don me bë, e ki dyshimin, a është mërtu që ky halal apo është haram? E ki një fjalë me thonë, mërë që fjalë që po e tha mëne, a është halal apo a është fjalë e lejuar me thonë, apo është haram? E ki dyshim. Thot, kur janë kësi sene ky imam, hadithi plet për qëton. Nuk përdin a është e mija keqe, nuk përdin a halal, a është haram. Plot sene sotit, si në aspektin e ushqimeve, si në aspektin e veshmbathjes, ka plot sene që janë të dyshimta. Ki dyshim tu. E përdeso ki dyshim, s'ki bindje, atëherë leje. Ka dyshim a është halal, është haram? Një tesh të veçantë, me një figurë të veçantë, me një figurë, pesa me një figurë krokodili në trupin atë në teshën tonde, e me sy e me krejt, ty të ka orë dyshimi, a thu, a ban as ban, a është halal o haram me veqë ton, leje, bje fjolla. Dhe, kur vinë senet të dyshimta, në çdo aspekt a janë halal apo haram. Ndërsa, në ato që s'janë dyshimta ky dietar Al-Manawi, thotë ka për qëllim në senet që ti e sheh që janë të sigurta. E merr do buk me ngron, edhe je i sigurt që çita buk çka jetë e ngron është halal. E merr do fasulje, nëse shkencëtarët nuk kuptohet që fasulje ty të ban, kjo për ashtin me smirën për bozatën. Vetëm se e ki do fasulje përpara, edhe e din që ky është halal, je ke bindje 100%. Që kjo është halal, ose do shimti, do bëkthisht, elbi, e ki për para dhe që është halal. Kështu thëtë ky dietar Al-Manawi, kur janë sigurta, që kjo është halal, atëherë punohet, nëse s'janë të sigurta, jo. Ndërsa në Tuhfatul Ahfadhiyya, thotë se, këtu hin edhe fjalë, krejt fjalët, që kanë tu ko dyshim, ban me thonë, mës me thonë. Edhe pse ka kësi fjallë plët, nëse këshu një rinin e sotit, aj nuk o shumë një huri, bje fjalla, por ka plët fjallë, nëse ti i thuej, më falë, që të fjallë që ka ti e the, a e dina ban azban, valloj, se di kam një dyshim, diçka po nuk pëdi, a më pëthamë. Të këshyrë, në Tuhfatul Ahfadhiyya në këtë liber, po të t'hin krejt, edhe fjallët, çdo fjallë që ti e ki dyshim, edhe çdo veprim që është i dyshimt, atëherë hinton edhe çdo vepër që ti, edhe kjo është e rëndësishme, çdo e ban një vepër, dyshon që kjo vepër, a është sunet i pejgamberit, apo është bid'a, risi. A është sunet o risi, risive në fejna du të më largu. Tashti, a është sunet, veprimi pejgamberit, ose thonje pejgamberit, ose që ka bon pejgamberi, ose që ka dosht, ose që ka përqy. A është sunet, a është risi. Nëse jenë dyshim një çështje, a është sunet apo risi, leje. Du të melon, si mbas këtij hadithi, duhesh melon. Ndërsa kur e ka bon Ibn Uthejmini zbërthim të këtij hadithi, ka thonë së hadith është ky me pak fjalë. Hadith me pak fjalë. E shumë kuptime. E asi kur të kishin hecu njerëzit veç me këtë hadith. Sa shumë kishte mi sjell dobi. E kjo të të është Ibn Uthejmini thëtë e ka për qëllim hadithi. Laj senet që veç një tru dyshim që ka kinë tu laj, edhe ka pun ato senet që ka zemrat që të suhet dhe je 100% sigur që ato janë të lejuara dhe ban me i vepru. Edhe pse të hadithi me pak fjallë, por hadithi kë thot hen si në veprime, në vepra, si në ibadete, si në veprime, si në ibadete, në një qohe, edhe në çështjet dijes. Në çdo aspekt të Ibn Uthejmini hen ky hadith. Në ibadete për shembull, në ibadete për shembull, njëri është ardhur dhe e ka falur drekën. E ka falur drekën. Mirë po, kjo për shembull, ka qenë i sigurt, fillimisht ka qenë i sigurt që personi e ka pas prish abdesin. I sigurt akon.
Por tani masane i erdhen do dyshime. Ky sigurt në cilën që nga, që e ka prish abdesin, tani erdhen do dyshime, a ku mor, as ku mor, be? Edhe çka ka bo këti be? Ky ka punu me që dyshimin. A hadithi që ka tha, merret sigurt në lej dyshimet. E sigurt atë ky ishte që ka pas prish abdesin. Por tashti, i erdh dyshimi, a ku mor, as ku mor tjetër, edhe me çat dyshimin janë is falet. A ko namaz që ky person? Përgjigja është nuk ka namaz. Namazit i është i papranuar. Pse? Veç pse s'munoj me qëtë hadithash. Hadithi ke kapot sigurtën, shkë, lejet dyshimtën. Kjo është kej me dyshimtën, e latë sigurtën. As sigurt e di ke që ka prish abdesin. Edhe namazin nuk ju pranu. E kundër të eksojna. Nëse njoni është i sigurt që ka marrë abdes. Por pastaj i lindën dyshime. Po përën e morë abdes. Bërë në kia njoni së të orë në gjami. Unë e thëtë morë abdes shpi, bërë më lindë dyshimi. Marëbe, a e pata morë për me abdesin, apo vish një trujlojta si të durt, apo mos e prisha rasishtu në rrugës, sigurt nuk ka. Për i ko që të dyshimet. Qka ban kë? Kë punën, në këtë rast, nëse punën me dyshimet qka i erdhen. Veç e ka ngarku vetën e ti. U më erdhen dyshime, mëllë edhe një herën e të marrë abdes. Ose i erdhen dyshime, edhe krejt namazin e ti në dyshim. Të u falë, kom alhamdulillahi, rabbil alamin, kontrë në. Bërë, me se kom prisha abdesin. A prisha se prisha. Krejt me dyshime. Pse krejt namazin me dyshime, s'ko shije. Veç pëse s'mënej me shtë hadith. Hadithi tha, lejet e dyshimten. Ka po më të sigurtën. Që ke pos? E sigurta ati, qka ishte? Që ka marrë abdes. E tash punën me qatë sigurtën, lejen të dyshimet vezveset më qka i vinë. E që kjo tash, edhe nëse falet, me qëtë abdest, që e din sigur që ka marrë, po tani i lindën do dyshime, a e prisha se prisha, kjo namazin e konë regull. A qaj i pari, që e dike që e ka prish, për, erdhen do dyshime, më nduket mëra, a mas mëra më nduket mëra, edhe punën me qitë dyshimin, namazin ti nuk i pranuhet. Për më në veç dalimin, kërej që kjo, veç pse nuk punuan me qëta dit. Erdi një njëri, tek Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe i tha që doshim, ja dha Ebu Bekrit. E morë Ebu Bekri, e krisi janë nisi me honga doshim, shkoj pregaditur e sene. Masi që e kryti, kë njeriu që ja dha, tha, o Ebu Bekr, atë kalzaj, ka ku morë, ose po të kalzaj ka ku morë që të ushim. Tha, une para se mu bo musliman, tha, jam pasko pak dalaveregji. Me pak sëbërtim e pja baj hadith. Jam pasko pak dalaveregji. Edhe punejsha si lej si hirbozi. Smesha dhe është sen, tha. Po që ashtu, tha, si lej si hirbozi, tha, punejsha. E njëherë për hirave, njonit, i pata s'qil dobi, ose i pat orë dobi, pasi që unë u pata mirë me ato dalaveret e mija, edhe aja atëherë për atëherë, su patë dhonë kur gjonë. Por, që tash, e zateta, e takuva, edhe më tha që ta ushqim, e ki për jasoj herës, që unë ke pas zbo mirë ti, vetëm se unë atë s'ka mujtë mi t'i dhonë që tash për të dhonë jetë një tas ushqim. Tha, e unë qata ta prunë aty. E Bubeki tha, qata ta unë e hongra, po, edhe ti merë Bubeki t'i shti gishtin goj, dhe erisa e qetë kërejt ata ushqim qka e kishte ngronë. Pse? Për shkak se ishte se një dyshim. A pëse që shuruj ka dyshimi, vetë si lidi. Jo, këte pas ke morë për atjet. Morë unë ati se ke vjedhe, nuk hinin të omër ti se ke vjedhe, po punej me qitonë, mos e ti djalimi e tashije, po punej me qitonë. Ja, ka e pas ke morë, ronjën e pas ka dyshim, edhe ishti një gishtat e Bubekri, edhe vjedhe, ata kërë qka e kishte ngronë. Pra adit e kosh edhe do gjona për të thonër, mi për inshallah këtu mbetim për herën e ashme, edhe tani flasmi pak edhe për transmitusin e aditit, është nipi pejgamberit Hasani, për këta do të flasmi pak herën e ashme, kjo është haditin 11, e vazhdojna herën e ashme, kullu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.